Trabzonspori akoma nuk ka shfrytzuar opsionin e blerjes së kartonit të Ernest Muçit. Edhe pse duket të jetë çështje kohe, te Beshiktashi po mendojnë për çdo skenar. Gazetari Ertan Suzgun zbulon se Beshiktashi, që para sezonit e kishte të padëshiruar, do ta llogariste edhe një herë. Në Turqi zërat e Merkatos ndryshojnë shpesh herë, pasi vetëm disa ditë më parë u raportua që nuk shfaqet në planet e trajnerit. Përfaqësuesit e lojtarëve që Beshiktashi i ka huazuar se shpejti do të mbërrinë në Stamboll. Ka shumë lojtarë që nuk konsiderohen pjesë e planeve të ekipit. Nëse opsionet për Muçin dhe Semihin nuk shfrytëzohen, këta lojtarë po merren në konsiderat aktualisht për skuadrën, shprehet gazetari turk. Muçi nuk po luan që prej një muaji me Trabzonsporin. Rikthimi i tij nga kombëtarja solli edhe dëmtim, ndërsa është çështje ditësh që të rikuperohet plotësisht. Ernest Muçi nuk bën pjesë në planet e Beshiktashit, edhe nëse Trabzonspori nuk ushtron opsionin e blerjes së kartonit. Në Turqi është publikuar një listë me 23 lojtarë që janë të huazuar te klubet e tjera, apo pjesë e Beshiktashit. Bëhet fjalë për emra që trajneri Sergen Yalçin kërkon të largohen. Një prej tyre është Ernest Muçi. Lojtari i kombëtares po shkëlqen te Trabzonspori. Megjithatë, trajneri i Beshiktashit nuk duket se ka ndryshuar mendim. Në Trabzon, ndërkohë, janë të sigurt që do të ushtrohet opsioni i blerjes së kartonit për ta shitur më shtrenjtë në merkaton e verës. Surpriza është Kristian Aslani, dhe pse në pak kohë në dispozicion, trajneri i Beshiktashit e ka preferuar vetëm si titullar deri tani, madje deri tani mbetet në llogarit e trajnerit Yalçin. Nëse Interi do të ulë pretendimet që deri tani janë për shifrën 11 milion euro, do të blihet kartoni i Aslanit. Për këtë duhet pritur përfundimi i sezonit, pasi drejtuesit nuk po nxitohen. Milot Rashica është një tjetër emër që bashkë me Muçin nuk llogariten nga trajneri Yalçin për edicionin e ardhshëm. Kontrata e tij ndërkohë është e vlefshme deri në vitin 2027.